Dobrodošli v emisijata Vaš pratenik. Dneska so pratenik od Skender Redžepi, koje v našето студио ке разговаряме за животот и за политиката. Добар ден, добродојдовте во Собраниското ТВ студио. Мир се erdhët në ТВ студио në Kuvendit. Mirë se u gjeta, faleminderit për ftesën, është kënaqësi gjithmonë. Дипломиран сте на филозофски факултет. Долго време бевте во невладиниот сектор и после решивте да влезете во политиката. Во кај сте веќе една деценија од прилика, ако не грешам. Кој беше мотивот за да влезете во политиката? Дали политиката ви интересираше, например, во средношколските денови? Nëse e kthejmë jetën mbrapsht, shkolla mesme ka qenë kohën e monizmit e imja dhe atëherë nuk kemi pas qënime politike, po gjithsesi kemi pas qënime për ndryshime në shoqëri, pas jam edukuar në atë frymën patriarkale, që i bie që edhe gjyshim ka qenë udhëheci i balltit kombëtar në kohën e tij, dhe padyshim ne kemi pas motiv atë dashurinë dhe besimin në Zot. Dhe këto gjithmonë kanë qenë kundërshtuese, kundërthanëse në krahasim me sistemin monist, dhe koha atëherë është vërtet është bukur ta kthej kohën mbrapa. Ishte një pjesë e shkëlqyeshme, dëshirës dhe vullnetit për të bërë ndryshim në shoqërinë, në frymën e luftës së ateizmit dhe monizmit atëhershëm. Por edhe në frymën e luftës ndaj atij bashkim vëllëzërimit të rrejshëm, ishim shumë të ri, por megjithatë kishim me një grup shok një fuqi të mirë, një elan të mirë për të bërë ndryshime. Kjo u arrit edhe në kohën e studimeve viteve 90-ta, themelum lidhjen e rinisë islame tër sektori jo qeveritar, i cili kishte po ashtu këtë rëndësi, këtë peshë që të punojmë me klasën, me shtresën e rinisë, studentëve, për të afirmuar ata dhe për të ngritur që të kenë përgatitje superiore, por gjithmonë në atë vijën tonë të edukatës, ashtu që thashë në fillim që e kishim. 2-3 dekada janë bë funksionim në sektorin civil, ku e ndija vetën se po mund t'jap kontribut. Megjithatë erdhi një moment kur e kupton që nuk mjafton kontributi yt në sektorin civil derisa shumë projekte tua varen nga pushteti, varen nga qeveria, varen nga politikbërja, dhe në atë moment me një grup shokësh e gjetëm vetën që pse mos jemi edhe ne pjesë e politikës, edhe pse ishte dhe akoma është tek ne ajo ndjenjë se po të merresh me politike ke vesh petkun e të korruptuarit, petkun e njeriut jo të denj për qenë dinjitos, petkun e shumë gjëra negative, sepse kështu ishte perceptimi i politikës gjatë kohë. Për fat keq edhe tash nuk ka një ndryshim shumë të madh, por megjithatë më mirë ne jemi ata të cilët do e bartim këtë përgjegjësi dhe tentojmë, mundohemi të ndryshojmë shoqërinë edhe për qytetarët në përgjithësi, por edhe për sektorin civil. Ishte një sfidë e çuditshme, fillimisht pjesëmarrja në politik, sepse ka dy dallime. Kur të merresh disa dekada me sektorin civil dhe futesh në politik, në esencë duket e ngjashme, por ka dallime, sepse në sektorin civil vepron me njerëz, funksionon me njerëz dhe nuk ka asnjë pritshmëri financiare, ekonomike, nuk e di çfarë, ndërsa në politik ndryshon. E para merr rrok kudo që t'jesh i emëruar, që se kishe në sektorin civil. E dyta do thotë mund t'i ndihmosh dikujt edhe në shumë aspekte tjera, që po ashtu se kishe në sektorin civil, por megjithatë angazhimi dhe vullneti për të qenë pjesë e shoqërisë për të ndryshuar, besoj që e gjetëm këtu edhe do mundohemi që spaku ta lëmi gjumë të mirë, që mos ta njollosim atë që ka qenë e kaluara pak më shëndetshme. Roden ste vo Skopje i site nije nosime crpime vrednosti. Što влияеше кај вас за да ги стекнете овие вредности кои ги имате? Дали тоа беше семејството, дали беше тоа ангажманот во невладиниот сектор? И како овие вредности ги пренесувате кај идните поколенија? Po ta kuptosh faktin që i lindur dhe kam jetuar në komunën e Çajirit, konkretisht në lagjën e Seravës, ku fëmijëria e të gjithëve tonëve nuk ka qenë e njëjtë sikur fëmijëria e atyre që kanë qenë në anën tjetër të Vardarit.
dhe kushtet kanë qenë më të rana, pavarësisht që ëndrat e kemi pas të njëjta, dëshirën e njëjtë, vullnetin e njëjtë, lojrat e njëjta, por pikërisht ato kushte, po edhe edukimi familjar e ka bërë të veten që ne të mundohemi të krijojmë një vizion që pak do perceptojnë vullnetin për një ndryshim më të mirë. Edhe pse kemi qenë shumë të ri në fillim, por besoj që puna në sektorin civil të jep vërtet një energji të fuqishme, të madhe që s'paku e ndin veten që i e hisetar, i një grupimi, shoqate, shoqërie që pretendon të bëjë ndryshim nga shtëpia jote, nga lagja, nga vendbanimi. Unë jam mirënjohës, por çdo kontribut që kanë dhënë nga familja, fëmijët, predikuesit fetar që janë në rrethin ku jemi ne, mësuesit e shkollës tonë, të cilët edhe pse në kushte atëherë ishte Dame Gruevi, edhe pse në kushte shumë më të rana, por megjithatë kanë kriju gjenerata që me mundin maksimal tyre do mund ta kenë një fararsim të mirë, cilësor dhe të mund t'i dallojnë të mirën dhe të keqen. Edhe ato kanë bërë kontributin e tyre. Pastaj, kur të grumbullohen gjithë këto, ne ndihemi në obligim që angazhimin sektor civil tjetë pak ma i frytshëm, me angazhim më të madh dhe normal gjitha këto ishin arsye dhe para kushte që edhe në punën e politikë bërjes, pavarësisht gjitha rrethanave që dallojnë shumë nga sektori civil, po duheshte që të futemi në një arenë ku ka shumë garus politik, por ti duhesh të dëshmosh me formën tane, me mënyrën tane, me atë pjesën që është përsëri personale e ytja. Nuk mund gjithmonë të imitojmë dikën, por s'pakom del me paraqitjen personale dhe mundohesh që të mbesh pjesë e skenës politike po me atë paraqitje. I da li sve to ovo što go govorеше до сега ви помага како искуство во работата овде во собранието како пратеник? Po, gjithsesi, ka qenë një lehtësim shumë i madh. Në kuvend, mandatin e parë, kjo është mandati i dytë, ardhja ime ishte gati se si një kampus universitar ku gjithë vinë nga vendbanimet ndryshme, por me datë që ka dallime shkaku i bindjeve politike, që nuk është kampusit tjetër. Dhe ajo përvoja nga e kaluara më bëri që të ndihem i barabar që ditën e parë mes në kuvend dhe ta kuptoj, pa marrë pjesë e parë rregullore në kuvendit, ta shoh se si funksionon kuvendi, të angazhohem që t'jem në rjedha me çdo ditë ndryshim, qoftë në aspektin e komisioneve, punës, funksionimit kuvendit, seancave, gjitha këto dhe ajo që më shumë të më kalon për shtypje ishte një takim me një pjesë e sigurimit, të thot nëse gjatë mandatit tënë në kufi, ose kur të ndalë dhe një polis nuk të nje, t'jesh i bindur që nuk dje duke kryer punën si duhet në kuvend. Edhe kjo si fjali ishte mjaft e bukur për mua dhe konsideroj që jam munduar që s'paku ta mishroj përvojën time nga sektori civil në kuvend dhe ta loj një gjurmë që kur të më përshëndeset dikush s'paku ta dije që dhe ta nga ju njohin. Po, sinqerisht ishte ndjenjë e mirë kur qoftë në kufi, qoftë që ndalë ndonjëherë, cili do qoftë përshëndet s'paku si deputet, qoftë edhe pse është i vijes tjetër politike, por për mua është një satisfakcion edhe moral, edhe njerëzor që punën atje bisi jam duke e bërë në atë nivel që të mbesin në gjurmën e memorisë së qytetarëve. Членувате во неколку собраниски комисии и делегации, председателство на Комисијата за надзор над работата на АНБ и на Агенцијата за разузнавање. Што најповеќе разговарате, за што најповеќе се залагате при вашата работа во овие комисии? Pjesëmarrja në komision është ajo element mjaft i rëndësishëm që punën, vendimarrjet dhe konceptin e kuvendit, po edhe politikës shtetërore që e kemi ne, ta transmetojmë, ta përcjellim tek organizatat ku ne marrim pjesë. Dhe normalisht ti mbrojmë edhe ato interesa, qoftë në aspektin e papsekut, në aspektin e zhvillimit ekonomik që ne mujmë edhe të marrim përvojë nga tjerë, por megjithatë edhe të japim mendimet tona për një përvojë tillë. Sa i përket Komisionit për mbikëqyrjen e Agjencionit për Siguri Kombëtare, mendoj që këtu pavarësisht që obligim dhe detyra ime është që të jem zëri i qytetarëve në mbrojtjen e drejtave të tyre në funksion
të keqpërdorimi që bëhet nga ana e këtij agjencioni, por me qëllim ndodh jo vetëm për mua, por gati se për gjithë deputetët shumicën absolute shqiptare, nuk u jepet certifikata e sigurisë me qëllim që mos mund të kemi qasje në dokumentet e klasifikuara, me çka mos mund të kemi qasje edhe t'i japim qytetarëve përgjigjen e duhur tek unë vinë vazhdimisht kërkesa për shqyrtimin e rasteve të tilla, megjithatë te unë kjo është e pamundur. Gati se një vit që nuk është as në vijen e vlerave demokratike, por as në vijen e ligjit për siguri që gati se një vit bëhet, unë mos marr përgjigje për kërkesën time certifikate qoftë edhe negative. Brenda 6 muajve janë të obliguar që t'japin përgjigje, por ato nuk japin. Edhe këtu nuk mund të jap angazhimin tim, edhe si kryetar, po edhe në kryetari që vije nga radhë tona i këtij komisioni, edhe ai nuk ka certifikat, pavarësisht që ka bërë kërkesë dhe me qëllim në vijen politike të qeveritarëve, të cilët dëshirojnë që ta bëjnë diskriminimin edhe etnik, edhe në këtë fushë, neve nuk na pamundsohet që të jemi hisetar në një parcela apo mbikëqyrje të agjencionit i cili është shumë e rëndësishme për gjithë qytetarët, sepse deri sot e dimë ne, qoftë në vijen e të drejtave kushtetuese në marrjen e shtetësisë, diskriminimi më i madh dhe shkelja, abuzimi më i madh me këto të drejta bëhet në kuadër të këtij agjencioni dhe jo rastisht kemi pranuar që të jemi pjesë e këtij agjencioni që të mund të zbardhim këto raste dhe të mund t'ju rikthejmë dinjitetin qytetarëve të cilët kanë merit, meritojnë, ligjërisht i përmbushin kushtet për qenë shtetas të këtij vendit, por fatkeqësisht që i penalizojnë në këtë komision vazhdimsi. Do pres që të ndryshohet që edhe unë të mund të jap kontributin, jam deputet dhe po të kishte ndonjë pengesë për çështjen e sigurisë shtetit nga ana ime, do të ishte dashur të ma pamundsojnë të bëhem deputet, sepse nuk mundet që në kuadër të kuvendit njerëzit të cilët deputet janë ata të cilët mund të ndryshojnë kufit, deputet janë ata të cilët mund të ndryshojnë kushtetutën, mund të falin territore, mund të bashkohen me territore tjera, ndërsa në anën tjetër, për çështje shumë terciale, u pamundsohet që të kenë qasje në dokumentet e klasifikuara. Edhe me ndërkombëtarët i kemi diskutuar, do vazhdojmë të bëjmë presion që diskutohen këto çështje që drejta ime edhe si deputet, edhe si kryetari i këtij komisioni, që është mjaft i rëndësishëm për shumicën e qytetarëve, të mund ta kryej funksionin ashtu siç i ka hije një kryetari të komisionit. Gji spomnavte građanite, so njih se srkjavate, verujem preko nedelata, no peto kad je odreden za den za sredba so građanite. Koji se nivnite baranje, zabeleški, što najpoveke barat od vas kako pratenik? Besoj që vazhdimisht ju vetëm premteve, po gati se s'ka ditë pasi që jam mësuar që edhe në sektorin civil takojmë njerëz, të ndëgjojmë hallet e tyre, s'ka ditë që nuk takojmë qytetarë të ndryshëm, shumë nuk dallojnë kërkesat e tyre. Po fillimisht do ta vlerësojmë punën tënde në kuvend, pavarësisht sipas bot kuptimit tyre si e shohin mirë e drejtë krejt tjetër, por menjëherë do vinë tek shpreha e gjendjes aktuale ekonomike sociale në vend. Ose janë të papunë, ose ka shtrejtime të mëdha, ose janë me rrogë minimale, do thotë ata i shprehin hallet e tyre se as nuk mund ta mbajnë familjen e tyre, po shoqërisht tash rastet që shtatorit që jemi fillimi i vitit shkollor, numri më i madh i tyre ankohet për kushtet që u pamundsohet atyre si familjar të plotësojnë kushtet elementare të fëmijëve të tyre të cilët shkojnë në shkollë. Kjo është hall që në shumicën e qytetarëve ne takojmë. Paktët janë ata të cilët nuk kanë probleme ekonomike, financiare dhe ata ulen dhe flasin për vija politike, flasin për përgjegjësinë që do ta kemi ne apo mirë çfarë duhet të bëjmë ne në kuvend, që edhe është shumë e mirëseardhur. Thotë që ka dhe të tillë që janë në fushën intelektuale dhe japin ide, japin mendime se si duhet të vazhdojë puna jonë si grup parlamentar, edhe imja si deputet në këtë frymë, dhe gjithmonë kam qenë i hapur për to dhe janë më së mirëseardhur që t'i japin mendimet e tyre, nuk e kam për mua nuk është ofendim ta marr një këshill nga cili do qoftë. Por fatkeqësisht që kjo kategori qytetarëve janë më pak në krahasim me gjithë ato të cilët kanë shumë halle të rënda, edhe ekonomike, edhe sociale, edhe për mirëmbajtjen e familjes tyre, gjë që na krijon atë sikletën që me të vërtetë kjo qeveri është në rrugë të gabuar për ardhmërinë dhe perspektivën e këtyre qytetarëve. Na što ke se posvetite najpoveke do kraja në mandatot?
Ako sakate, например, да бидете запаметен за една работа, начнавме неколку теми од вашиот делокруг на работа. Кога би сакале да бидете запаметен за една работа од граѓаните, која би била таа работа? Po, e qartë. Vështirë ta përzgjedhë një, pa atë që kam pas moto, gjithmonë edhe ka shfrytzuar moto si motivi im, është që në kuadër të debateve parlamentare, asnjëherë të vetme mos merrem me çështjet personale të asnjë kolegu, pavarësisht nga cili subjekt politik vije. Por debatet e mia dhe të atyre pritshmëria është të jenë në vijën e koncepteve politike që ne i mbrojmë, në vijën e punës institucionale që e bën cili do qoftë nga pjesa e qeverisë, qoftë në kuvend, dhe në vijën e përgjegjësive që i takon në kuadër të këtyre punëve dhe veprimeve të tyre. Asnjëherë nuk duhet të mbahem mend dhe nuk do lejoj, sa as paku askush nuk mund të më citojë nga një fjalim që jam marrë me çështjet personale të askujt, qoftë lider politik, nga jashtë kuvendit, qoftë brenda kuvendit, por gjithmonë jam munduar të jem zëri kritik i koncepteve politike, se fundja ne jemi në një garë politike për ide dhe koncepte dhe nuk jemi në fush betej për të luftuar mes veti. Dhe këtë mesazh duhet japim edhe qytetarëve, që edhe ata duhet në fushën e familjarëve tyre, shoqërive tyre, ta ndjejnë konceptin politik si garë mes tyre për të fituar konceptin që është më i mirë, më i kapshëm për to dhe me pritshmëri më të mëdha. Në këtë frym duhet të mbahem mend, do thotë si deputeti i cili nuk është marrë me çështje personale, po asnjëherë nuk ka nguruar që në fytyrë t'u athet gabimet politike kundërshtarëve vet politike. Faleminderit edhe juve.